Indri dhe Vanessa kthehen në arenë për të vazhduar pastaj pjesën tjetër të spektaklit me fermerët e tjerë. Mbyllim pak lidhjen me Fermon, ju lutem mos dëgjohemi atje. Mami... Ti pse qave? Nuk e di, unë preke gjithmonë këto skenat, e nuk e më pa në është hap zemra. Unë them dhe Ermali ti bëni një takim me Indri dhe Vanessa. Në është hap zemra, se ne jemi shumë shpirtëror, ne që me trajnime, dhe nuk më bajmë shumë momente. Po një duar do kite për mamin e Indrit, sepse ishte zonjë gru, mënyrën si e priti Vanesën, mënyrën se si i arsyetoj dhe e siguroj që ishte gjithçka në rregull. Bravo. Po e peti Vanesën si iko. Vanessa... Tap si flutur, vajte. Vanessa shumë e lumtur, a? Unë prisja që Vanessa ta merë dhe hopa i Indri në atë. Se morëm fiston. Goxha entuziaste është Armi, a? Yes. Ajo shumë e lumtur sepse këtë ka pritur, edhe Vanessa nuk e ka bërë si një lojë, ka qenë në fillim, e ka ndjerë që ka një gjë me Indrin shumë të veçantë, edhe mezi e ka pritur që t'ishin tani në kushtet që janë, edhe mori e punoj atë situatën në disa format të ndryshme bashkë me ne, derisa asaj bravo i qoftë. Po, bravo i qoftë, e nëzori aty ku donte. Unë them që ato të përfundoj në dasëm. Dikush ka të drejtë se ma ka pas thënë. Edhe unë mendoj që do përfundoj në dasëm, por nuk e di, do shohim se çfarë do të ndodhi. Po ti Ermal? Pa tjetër. Po ti se ti bën dasëm. Talim! Po pres dasmën tënde. Diçka shumë e rëndësishme vjen pas pak. Por, nëse ende kush e di se si, keni ndonjë fëmijë nën 16, apo shumë 16, 12, ende zgjuar. Varet qa është? Horror. Jo. Do të pëlqej Ermal, do të pëlqej horrori. Pas pak, kemi diçka shumë interesante për të gjithë në mënyrë të veçantë për audiencën tonë mashkullore. Qëndroni me na.